Dhe na trego pak për historinë tënde, kur e mësove ti, kur e kuptove në trupin tënd që diçka nuk ecste, nuk ishte mirë? Okej, fillim të prezantohem, unë jam Floreta Treska. Jam nga qyteti Koshës. Po. Kam 21 vjet në Amerikë. Po. Do të ndalemi dhe tek jeta jote, prandaj të pyeta që të ndalemi pak tek kjo historia e fundit dhe më pas do rikthehemi tek gjithë jeta jote se si u largove ti drejt Amerikës. Loreta, të lutem të kërkoj ndjes. Nuk e dia, e ke gjë të ndezur televizorin në shtëpinë tënde? Sepse ka një si ndërhyrje, prandaj thash mos ishte prej televizorit, po mund vazhdosh, lutem. Jo, nuk kam televizor ndezur, gjithë plejnë është ora 3:20 në natës. E drejt. Atëherë Floreta, edhe një herë, po thoja që kur e kuptove ti që diçka në trupin tënd nuk ishte siç duhet, diçka që donte me shëndetin tënd. Unë e kuptova, ai nuk më dha ndonjë shenjë kush e di, por nga kontrollet e shpeshta që bënin vit për vit, se këtu kontrolloheshin për vit, një në vit ishte rutina që kontrollonin veten, por në 2021 unë e mungova të kontroll sepse ishte pandemia. Dhe anashkalove? Jo anashkalova, po më dërguan letër në shtëpi që janë mbyllur gjitha institucionet, dhe kur të hapeshin do dërgonin përsëri një letër se ishte pandemia. Po? Në 2020. Dhe unë pata një aksident të vogël, dëmtova gjurin dhe u mora më shumë me gjurin, u rrëzova dhe u mora më shumë me gjurin dhe atë vit nuk e bëra kontrolli. Në 2021 me të hapur rrugët unë vajta u kontrollova, ishte shkurt 2021. Dhe nuk më tha, nuk më morën telefon, nuk më dërguan as letër, po check-upin e kisha në maj. E thash po e pyes doktoreshën kur vete në maj që kam bërë një memogram, lutem ma shiko si çfarë ka dalë. Në 9 maj kam bërë check-upin, edhe i them doktoreshës familjare, se doktoresha familjare, i them kështu kam bërë një memogram, po dua përgjigje. Shiko çfarë ka thënë. Ajo ka thënë Floreta, kjo të thotë që të vesh një MRI sepse dalloj një shenjë të zezë. Pra duhet të bëje një diagnostikim më korrekt, le të themi, më të detajshëm. Më të hollësishëm. Specifik. MRI është skaner në shqip. Po. Ja, MRI. Është më specifike dhe është me masa të gjatë dhe tregon rezultatin më të mirë. Okej, më tha të mos shqetësohesh. E po ti mendove diçka në ato momente, Florit? Po ashtu s'mendova, mendja me një për të keq më vajti. Të e keqja, po. Sepse, po, një qoftë, unë vit për vit bëja memogram, dhe më thoshin, okej, normal. Dhe në këtë memogram thoshte abnormal, do me thënë që nuk është normal. Nuk është normale. Nuk është normale. Edhe dalloj një shenjë të zezë, po nuk janë sigur se çfarë është. Po ti mos u shqetëso, se mund të jetë aparati, mund të jetë ndonjë cist i vogël, dhe nuk është ndonjë gjë për të shqetësuar, po për të siguruar më shumë të kërkoj të bësh një MRI. E bëra MRI në një klinikë në Largo Medical Center, edhe atje e ndjeva pastaj ndryshimin në veten time. Çfarë ndryshimi ndjeve, Floreta? Sepse kur më vendosën në MRI, më mbajtën shumë orë, do të thënë më mbajtën pothuajse 1 orë, 45 minuta, 50 minuta, sa kur ngrita unë s'pomenja do të firom, dhe ngjyra e gjoksit të majt ishte e verdhë, kurse tjetra ishte normale. Okej, pra fillove ta shikoje edhe nga afër, pra nga si imazh, të bëhe diferencë. E bash ndryshimin që ishte dhe i pyes të nërsen, se ato që bëjnë MRI-n. Pse është ndryshe, thash unë, se unë shikoj diçka. Po dhimbje nuk ka, kancerigjenit nuk ka dhimbje. Nuk ka dhimbje, patjetër. Edhe ajo thotë, nuk ka dhimbje. Ajo thotë nuk e di, thotë se nuk kanë të drejtë të thonë, se ato janë nërse, janë, do të thënë që bëjnë skanerin. Infermieret, dhe nuk kanë të drejtë të thonë. E më thotë mua, call doctor për 3 ditë, thotë. Merë doktorin telefon për 3 ditë. Okej, ikën 3 ditë, këtë as po më merën, po thash, nuk kanë ndonjë gjë, thash, po vetën e shikonja që prap ai, domethënë ishte ndryshe nga gjoksi tjetër.